neve do të fillojmë me radikalizimin e situatë, do ta bllokojmë gjithë qytetin me gjithë autobusat do të ardhin me këtu do të bllokohet. Protesta e trafikut urban, transportit publik edhe privat po vazhdon me avazën e vjetër sikur dje, por deri në momentin që sa alokohen mjetet borxh për të shlyr borxhin komuna ndaj trafikut urban edhe operatorëve plot, një gjë e tillë nuk do të rritet vetëm sa mund të radikalizohen situatat edhe gjëra tjera në detet e mëdha. Ne po presim, sipas informatave jo zyrtare, që i kanë shpallë nëpërmjet dhe që i kemë marrë edhe na ashtu sikur ju, që ministria i ka alokuar parat komunës. Komuna tash i doli sapo doli me një njoftim që parat nuk kanë ardhur. Neve jemi met andej këtej. Top i vërtet i ping-ponget që po na nxjerrin. Në këto temperatura të ftofta, për hir të qytetarëve që po vujnë për transportin, që i kërkojmë mëshirë të qytetarëve, për hir të atyre qytetarëve këta duhet të bëjnë sot reflektimin. Nëse ndodh një gjë e tillë, ne do të kthehemi punës së rregullt në momentet që alokohen mjetet për shlyr borxh. Deri në të kundërtën, nuk alokohen mjetet, situata vetëm sa ka për të radikalizuar. Urojmë që kjo të ndodhë ditën e sotme. Mbesim me shpresë që arsyeja të mbizotroj edhe të komuna, edhe të ministria në fakt, po shpresojmë që i ka alokuar mjetet. Po shpresojmë, edhe po si ka alokuar mjetet, t'i alokoj mjetet. Vesh rezultati arsyeja të mbizotroj të dyjat. Mos ndivim deri në gjendje jo e mirë për neve. Masat kanë për të radikalizuar se kjo nuk mund të durojmë qytetarët me vujt atë çka po vujmë neve sot në këto temperatura të tëra. Urojmë që kjo sot përfundon këtu. Nëse ju shohim me nesër e bëjmë. Unë thash se njoftim zyrtar për alokimin e mjeteve për ministrisë nuk kemi. Ato janë sikur se ju që keni ndëgjuar për devizës vetë ose individ apo shefi grupit parlamentar të asamblesë këtu, ai ka alokuar ka shkruar mjetet veta të informimit, po neve aq sa i besoni ju i besojmë edhe ne. Është për neve primare që komuna, ne ku i kem kontratën kontraktale me komunën nuk ka mjete me aloku. Komuna ka dalë me një komunikat tashi që nuk janë alokuar mjetet prej thesarit në gjithë llogaritë komunës. Në momentin që alokohet, na presim mu alokuar në gjithë llogaritë tona. Deri në ato momente që po flasim për këto që ndodhet, na jem këtu. Në të kundërtën do të ardhim fillojmë punën çmenjer i lut qytetarët na mirë kuptojnë për këto gjëra. Po dhash zoti stërgjatet me vite nëse këtu është në interes tyne, neve do të fillojmë me radikalizimin e situatës, do ta bllokojmë gjithë qytetin me gjithë autobusat do të ardhin me këtu do të bllokohet. Pavarësisht asaj që bëjmë shkelje, që nuk na lejohet as për organet rranit, po do ta marrim përgjegjësinë dhe do të dalim pa përçimin e askujt, neve do ta bllokojmë qytetin. Po këto me punu neve mos me punu me najt qytetar rrugës, çfarë do të thonë kjo? Po këta janë të popullit, nuk janë të askujt. Sikur na shihim.